numri të prekurve nga gripi sezonal në komunën e Kërçovës ditëve të fundit është rritur dukshëm. Pjesa dërmuese të prekurve nga gripi sezonal janë fëmijët dhe të moshuarit me sëmundje kronike, thot doktor Hasan Bekteshi, i cili në një intervistë enkas për programin ton flet edhe për masat preventive që duhet të ndërmerren ndaj moshave të vogla dhe të moshuarve të cilët vuajnë nga sëmundjet kronike. Doktor Hasan, është kjo periudha e vitit që karakterizohet me grip, me viruse të ndryshme. A mund të flasim pak për situatën aktuale, cila është gjendja me gripin sezonal në Kërçovë? Para së gjithash, gripi apo influenca është sëmundje infektive. E shkakton virusi i gripit. Është shumë i përhapshëm. Përhapja e gripit bëhet prej njeriu të smur te i shëndoshi. Transmetohet më së shpeshti në mënyrë aerogjene, me koll, të shtitje edhe kontakt të afërt. Është shumë i përhapshëm, është shumë shpejt përhapet. Prej momentit kontaktit me virusin deri te shfaqja e sëmundjes mund të kalojnë 3 deri 5 ditë. Shumica e popullatës e kalojnë gripin pa pasoja. Ato që kanë imunitet, doktor, apo? Gjithë ata që nuk kanë sëmundje të tjera kronike, që janë në një moshë mesatare. Edhe ata zakonisht nuk kërkojnë ndihmë mjekësore. Disa ditë, 3 deri 5 ditë, e të i kalojnë me dhimbje koke, me një shenjë të përafërt, me temperaturë subfebrile dhe e kalojnë në shtëpi. Një pjesë e pacientëve që kanë kollitje, teshtitje, dhimbje koke, temperatura të larta, që mund të shkojnë deri 39 gradë, kanë dhimbje muskulare, sigurisht që kërkojnë ndihmë nga mjeku. Keni pasur ju ankesa të tilla nga pacientët tuaj? Po, kemi pas, veçanërisht te fëmijët, sepse ata janë më pranë njëri tjetrit, në shkolla vazhdimisht ndonjë lloj i virusit të gripit ekziston, edhe fëmijët janë më të atakuarit. Gjithashtu, më të rrezikuar llogariten personat mbi 65 vjet, sepse ata kanë komorbiditete, sëmundje të tjera që ulin imunitetin e tyre, edhe mund të japin forma më të rënda të gripit sezonal. Shërohet kjo me një terapi të lehtë, ose me tableta, ose do ka nevojë për trajtim të veçantë? Shumica e të smurve me grip sezonal shërohen me terapi simptomatike. Do të thotë me vitaminoterapi, eventualisht paracetamol për temperaturat të rritura, pushim, sa më tepër ujëra, lëngje, ushqime të lëngshme, të shpeshta edhe pushim në shtëpi, 2, 3, maksimum deri 5 ditë. Ato janë ndej, nëse këto simptoma vazhdojnë, duhet të konsultohet mjeku dhe të shofi për komplikacionet eventuale që mundet t'i lejë gripi. Te fëmijët, komplikacionet më të shpeshta janë sëmundjet e sistemit respirator rrugët e sipërme, të janë sinusite, rinite, otite, ndezja e veshit, eventualisht edhe rastet më të rënda, më të rralla, janë infekcionet sekundare të traktit respirator të poshtëm, ku mushkëria, pneumonit, bronkopneumonit, e kështu me radhë. Deri sa nuk ka komplikacione, terapia o simptomatike. Do me thanë, lëngje sa ma tepër, pushim, antipiretik nëse ka nevoj paracetamol, vitaminoterapi për ta forcu imunitetin,
deri këtu nuk japim antibiotik, sepse nuk ndihmojnë antibiotikët. Nëse shfaqen komplikacione që i përmendëm, kemi pacient mbi 65 vjeç, edhe kanë komorbiditete, do me thënë smundje të traktit respirator, smundje të mëlçisë, të veshkave, kardiovaskulare, hipertension, veçanërisht diabet, të ata persona, edhe përcjellja e tyre bëhet e vazhdueshme, edhe terapia jepet sipas gjendjes në cilën e cila na imponohet. Tani, terapi specifike për gripin nuk ka. Spaku tek ne nuk ka. Mbrojtja më e mirë, më e lirë kundër gripit sezonal është vakcinimi. Të gjithë personat që janë mbi 65 vjet duhet të vaksinohen. Të gjithë fëmijët prej 6 muaj deri në 5 vjet duhet të vaksinohen. Këto dy kategori të popullatës është mirë. Këto grup mosha është mirë të vaksinohen. Vaksinimi nuk lën pasoja, nuk mbron 100%, por ka efekte veçanërisht ata që kanë smundje tjera shoqëruese, smundje kronike, edhe nëse shfaqet gripi, të gjitha këto shenja që ne i përmendëm do të jenë më të lehta, kohëzgjatja do jetë më e shkurtër, do të kalojmë më shpejt, pa lënë pasoja të rënda për intervenime më serioze deri te hospitalizimi, shtrimi në spital, te bronkopneumoni, pneumoni, e kështu me radhë. Krahasuar me një vit më parë, kemi një rritje të numrit të paraqiturve me ankesa nga gripi sezonal, apo është i njëjtë numri me vitin e kaluar? Mendoj se nuk kemi. Deri më tani, hala nuk kemi ndonjë influks të madh të gripit sezonal. Sipas informacioneve të Qendrës për Vaksinimin në Kërçovë, procesi i vaksinimit në komunën e Kërçovës zhvillohet normalisht. Deri më tani janë vaksinuar 1602 persona. Pjesa më e madhe e të vaksinuarve janë fëmijë dhe të moshuarit me smundje kronike. Doktor Hasan Bekteshi thot se vaksinimi është i domosdoshëm si masë preventive, sidomos për pacientët me sëmundje kronike. Vaksinimi në komunën tonë ka filluar. Paraqitja bëhet përmes webfaqes vaccinacia.mk, personat paraqiten vetë, në mënyrë elektronike përmes numrit telefonit thirrën, u bëhet me dije termini, shkojnë e marrin vaksinën. Veçanërisht pacient të siguruar mbi 65 vjeç. Nga informacione që mora nga qendra e vaksinimit tonë në Kërçovë, deri më tani janë vaksinuar 1602 persona. Është ky numri i kënaqshëm apo me siguri vaksinimi vazhdon edhe gjatë periudhës së vjetër? Vaksinimi do të vazhdojë. Ka një numër të caktuar vakcinash që janë edhe komerciale, pra njerëz që nuk do të arrijnë të paraqiten, nuk duan të paraqiten presin termin, munden në çdo kohë shkojnë ta marrin vaksinën. Ky numër do duhet ishte 2 fish më tepër në këtë periudhë. Po, se diku ne presim prej gjithë popullatës, diku të përfshihen nga gripi sezonal me shenja kuptim plote të gripit, diku 20% i popullatës. Dhe nëse është ajo ashtu, me thënë numri të vaksinuarve deri më tani do duhet të ishte më i madh. Rreth 7.000, 8.000? Po, mbi 5.000. Mbi 5.000. Doktor, në fund, çka u preferoni pacientëve, qytetarëve, për të mos ardhur deri te komplikimet e tilla për grip sezonal? Si çdo smundje infektive, edhe për gripin vlejnë të njëjtat masa parandaluese. Çka nënkupton ajo? Higjiena personale, mbi të gjitha, larja e duarve, mbajtja e faculetave me vete, pecetave,
mundësisht letrës, sa herë që të shtim, të kollitemi, të mbrohemi me ta, edhe t'i hudhim me njerë shporë. Kontaktet njerëz që kanë grip, e hetojnë atë, sa është e hetueshme, mundësisht të rrinë sa ma larg personave të tjerë. Edhe në familje, mirë është një person të caktohet, i mbrojtur, ta shërbej njeriu për 3 deri 5 ditë, që është me shenja gripi. Të gjitha ata fëmijë që janë me grip, mirë është mos shkojnë në shkollë. Po. Pastaj, duhet sa më tepër të mirën lëndje, ujra, ato e shtojnë imunitetin, hapësirat ku jetojnë të ajrosen, 2 herë në ditë, pa marrë parasysh kohës. I smuri me grip lirisht, mundet të dali i mbrojtur të bëj shëtitje në natyrë, nuk prish puna jo. Çdo kontakt me person që ka grip, mirë është t'i pastrojmë duar, marrim masa elementare që janë për mbrojtje edhe nga smundje tjera infektive aerogjene, kryesisht që shkojnë me sperkla, që shkojnë përmes teshtitjes, kollitjes, e kështu me radhë, ajrit. Doktor, ju falenderoj për kohën që ndatë, jeni së bashku me ne në emisionin Aritmidi.